Prandaj PDK gjendet në udhkryq. Prandaj PDK duhet të më reformu rrënjësisht e thellësisht. Dhe hapi i parë i reformës është dorëheqje e menjëhershme e Memli Krasniqit. Dhe jo për qefin tem, jo për egon e dikujt, e ndonjë individi, se dikush më kalkuloj mu këtu gabimisht në këtë story. Por thjesht për të shpëtu atë që ka mbet shpëtohet nga identiteti historik politik i PDK-s, e cila tashmë nuk është as hija vetë e së kalumës. Pra, për të shpëtu historinë e PDK-s dhe historinë e këtij shteti do dorëheqë këtyre njerëzve dhe reform esenciale. Sepse e kanë bë njeriun e turpshëm në krye të kuvendit për taktizime të lodhta politike. Shkurt, shqip, thjesht që 20 vite, Urani, Memli, Vlora, Abelardi, Kurgjës si ka një Partisë Demokratike, PDK-ja ka atyne pozicione, ministra, i ka bë figura publike, profile, ja u ka trash gjirlogarit, dhe i pije që këta kanë pas kontrat financiare dhe jo kontrat ideologjike me PDK-n. Kontratës financiare i ka ardhur funi, duhet me vazhdu ata që kanë kontrat ideologjike me PDK-n, që punojnë me të vërtetë në interes të publikut dhe nuk e turprojnë PDK-n dhe Kosovën duke sjellë në krye të saj një palaço si Dimal Bosha.